Shpejtësia nuk është ajo që mendoni. Çdo herë që shtyni pedalin e gazit dhe ndjeni makinën duke përshpejtuar, çdo herë që vraponi dhe ndjeni erën në fytyrë, çdo herë që hidhni një top dhe e shikoni atë duke fluturuar përmes ajrit, ju besoni se kuptoni çfarë është shpejtësia. Një masë që lëviz përmes hapësirës duke shkuar gjithnjë e më shpejt nëse vazhdoni ta shtytni. Por kjo është një iluzion i shkallës son të vogël, një mashtrim i përvojës son të kufizuar. Sepse ekziston një kufi absolut, një mur i padukshëm i ndërtuar në vetë strukturën e realitetit, përtej të cilit shpejtësia pushon së pasuri kuptim. 300.000 km në sekond, kjo është shpejtësia e dritës, dhe kjo është shpejtësia maksimale që çdo gjë në univers mund të arrijë. Jo sepse nuk kemi mjaft energji për të shkuar më shpejt, por sepse vetë universi thotë jo. Nëse një objekt me masë prej 1 kilogrami do të mund të arrinte shpejtësinë e dritës, masa e tij do të bëhej e pafundme, do të duhej energji e pafundme për ta përshpejtuar atë, dhe koha për të do të ndalej plotësisht. 1 sekondë e udhëtimit të tij do të ishte një përjetësi për universin. Dhe nëse do të mund ta tejkalonit këtë kufi, qoftë edhe me 1 kilometër në sekondë, duke arritur 300.001 kilometra në sekondë, matematika e teorisë së relativitetit jep rezultate absurde. Masa bëhet një numër imagjinar. Rënja katrore e një numri negativ, diçka që nuk ekziston në realitetin fizik. Koha fillon të rrjedh mbrapsht. Shkaku vjen pas pasojës. Universi thjesht nuk e lejon këtë, çdo përpjekje për të përshpejtuar një grimc më shpejt se drita do ta shndërronte atë në një vrim të zezë, e cila do të avullonte menjëherë në rrezatimin Hawking. Si është e mundur që shpejtësia të ketë një kufi? Pse universi vendos këtë rregull absolute? Çfarë ndodh me hapësirën, kohën dhe masën kur afroheni në këtë kufi? Dhe çfarë na tregon kjo për natyrën e vetë realitetit? Kjo nuk është thjesht një ligj fizike. Kjo është një zbulim për natyrën e ekzistencës, se universi ka rregulla që nuk mund të thyen, kufi që nuk mund të kalohen, jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar apo të fuqishëm, por sepse vetë realiteti është i ndërtuar në këtë mënyrë. Çdo herë që ndizni një llambë dhe shikoni dritën duke mbushur dhomën menjëherë, ju po shikoni shpejtësinë më të madhe të mundshme në univers në veprim. Drita nuk po udhëton menjëherë, ajo po udhëton me 300.000 km në sekondë, aq shpejt sa mund të bëj 7 herë rrotullimin e tokës në 1 sekondë. Por në shkallën e dhomës suaj, kjo shpejtësi duket e menjëhershme. Imagjinoni se jeni duke qëndruar në një fushë të hapur dhe dikush ndes një dritë në distancë. Drita arrin tek ju pothuajse menjëherë, por jo plotësisht menjëherë. Ka një vonesë të vogël, të pamatur me shisat tona, por reale. Nëse drita është në 1 kilometër larg, ajo arrin tek ju në 3 mikrosekonda, 3 milionat e 1 sekonde. Nëse është në hën, ajo arrin tek ju në 1 sekondë e 30. Nëse është në diell, ajo arrin tek ju në 8 minuta e 20 sekonda. Kjo do të thotë se kur shikoni diellin, ju po e shikoni atë siç ishte 8 minuta më parë. Ju nuk po shikoni të tashmen, po shikoni të kaluarën. Dhe sa më larg shikoni, aq më thellë në të kaluarën shikoni. Kur shikoni yjet, ju po shikoni dritën që ka udhëtuar për vite, dekada, shekuj. Kur shikoni galaktikat e largëta, ju po shikoni dritën që ka udhëtuar për miliarda vjet. Por këtu është paradoksi që çan mendjen, për vetë dritën, koha nuk ekziston. Nga perspektiva e një fotoni, një grimc drite, udhëtimi nga një yll në skajin e universit deri te syri juaj ndodh në një çast të vetëm. Zero kohë. Për fotonin, lindja dhe vdekja e tij janë e njëjta pikë në kohë. Ai ekziston në një gjendje ku e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja janë të shkrira në një moment të vetëm. Kjo është çudia e shpejtësisë së dritës. Nuk është thjesht një shpejtësi e madhe, është shpejtësia në të cilën koha pushon së ekzistuari. Është kufiri midis ekzistencës dhe jo ekzistencës, midis të qenit dhe të mos qenit. Çdo herë që shikoni pasqyrën tuaj dhe shikoni reflektimin tuaj, ju po shikoni dritën që ka udhëtuar nga fytyra juaj në pasqyrë dhe mbrapsht, një udhëtim që zgjat disa nanosekondat, por që për fotonët është një përjetësi e ngjeshur në një pikë. Por pse ekziston ky kufi? Pse universi vendos një shpejtësi maksimale? Për të kuptuar këtë, duhet të kthehemi në fillim të shekullit të 20, në një kohë kur fizika po përjetonte një revolucion që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e kuptojmë realitetin. Në vitin 1905, një njeri i ri me emrin Albert Einstein po punonte në një zyrë patentash në Bern, Zvicër. Ai nuk ishte një profesor universiteti, nuk kishte një laborator të sofistikuar, nuk kishte qasje në teleskop apo pajisje të avancuara.
Kishte vetëm mendjen e tij, letrën dhe penën. Dhe ai po mendonte për një pyetje që kishte mundur fizikanët për dekada, si lëviz drita. Në atë kohë, fizikanët besonin se drita ishte një valë që udhëtonte përmes një mediumi të quajtur eteri, një substancë e padukshme që mbushte të gjithë hapësirën. Ata mendonin se shpejtësia e dritës do të ndryshonte në varësi të asaj se sa shpejt po lëviznit përmes këtij eteri. Nëse po lëviznit në të njëjtën drejtim me dritën, ajo do të dukej më e ngadaltë. Nëse po lëviznit në drejtim të kundërt, ajo do të dukej më e shpejtë. Por eksperimentet treguan diçka të çuditshme. Shpejtësia e dritës ishte gjithmonë e njëjtë, pavarësisht se sa shpejt po lëviznit. Nëse po qëndronit të palëvizur, drita udhëtonte me 300.000 kilometra në sekondë. Nëse po lëviznit me gjysmën e shpejtësisë së dritës, ajo përsëri udhëtonte me 300.000 kilometra në sekondë. Kjo nuk kishte kuptim. Ishte sikur të vrapoje pas një makine që po lëviz me 100 kilometra në orë, dhe pavarësisht se sa shpejt vrapoje, makina gjithmonë do të ishte 100 kilometra në orë më e shpejt se ju. Einsteini u ul dhe mendoi thellë për këtë paradoks. Dhe ai arriti në një përfundim që ishte kaq i çuditshëm, kaq revolucionar, sa ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si e kuptojmë universin. Ai tha, nëse shpejtësia e dritës është gjithmonë e njëjtë për të gjithë, atëherë koha dhe hapësira nuk mund të jenë absolute. Ato duhet të jenë relative, të ndryshojnë në varësi të asaj se sa shpejt po lëvizni. Kjo ishte lindja e teorisë së relativitetit të kufizuar. Dhe ajo na tregoi diçka të jashtëzakonshme. Koha nuk rrjedh me të njëjtin ritëm për të gjithë. Nëse po lëvizni shumë shpejt, koha për ju ngadalësohet. Nëse po qëndroni të palëvizur, koha rrjedh normalisht. Dhe nëse do të mund të arrini shpejtësinë e dritës, koha për ju do të ndalej plotësisht. Çdo herë që hipni në një avion dhe fluturoni nga një qytet në tjetrin, koha për ju po rrjedh pak më ngadalë se për njerëzit në tokë. Diferenca është e vogël, vetëm disa nanosekondat për një fluturim disa orësh, por është reale. Është e matshme. Orët atomike në satelitët GPS duhet të rregullohen vazhdimisht për këtë efekt, përndryshe sistemet e navigimit do të jepnin pozicione të gabuara. Por kjo është vetëm fillimi. Einsteini zbuloi diçka edhe më të çuditshme, masa dhe energjia janë të lidhura. Ekuacioni i tij i famshëm, E është e barabartë me m herë sa në katror, na tregon se masa është thjesht energji e ngjeshur. Çdo grimc materie është një rezervuar i madh energjie. Dhe kur përpiqeni të përshpejtoni një objekt, ju nuk po shtoni vetëm shpejtësi, po shtoni energji, dhe kjo energji shtohet në masën e objektit. Sa më shpejt të lëviz një objekt, aq më i rënd bëhet. Jo sepse po shtohet material në të, por sepse energjia e lëvizjes po shndërrohet në masë. Në shpejtësi të ulta, shpejtësitë që përjetojmë në jetën e përditshme, kjo shtesë në masë është e papërfillshme. Por ndërsa afroheni në shpejtësinë e dritës, masa fillon të rritet në mënyrë dramatike. Në 90% të shpejtësisë së dritës, masa e një objekti është rreth 2 herë masa e tij në pushim. Në 99% është rreth 7 herë. Në 99.9% është rreth 22 herë. Dhe ndërsa afroheni gjithnjë e më afër shpejtësisë së dritës, masa afrohet në pafundësi. Kjo do të thotë se për të përshpejtuar një objekt në shpejtësinë e dritës, do t'ju duhej energji e pafundme. Jo shumë energji, energji e pafundme. Më shumë energji se sa ekziston në të gjithë universin. Kjo është arsyeja pse asgjë me masë nuk mund të arrijë shpejtësinë e dritës. Nuk është një çështje teknologjie, është një ligj fundamental i natyrës. Imagjinoni se po përpiqeni të shtytni një makinë. Në fillim është e lehtë, një shtytje e vogël dhe ajo fillon të lëviz. Por ndërsa shpejtësia rritet, bëhet gjithnjë më e vështirë për ta shtyrë. Jo sepse fërkimi po rritet, por sepse masa e makinës po rritet. Në shpejtësi normale, kjo shtesë është e papërfillshme. Por nëse do të mund ta shtysnit makinën në shpejtësi afër dritës, ajo do të bëhej gjithnjë më e rëndë, duke kërkuar gjithnjë më shumë forcë për çdo shtesë të vogël në shpejtësi. Dhe në momentin kur do të arrinte shpejtësinë e dritës, masa e saj do të ishte e pafundme, dhe asnjë forcë në univers nuk do të mund ta lëvizte më tej. Por çfarë ndodh nëse, në mënyrë hipotetike, do të mund ta tejkalonit këtë kufi? Çfarë do të ndodhte nëse një objekt do të mund të lëvizte më shpejt se drita? Matematika e teorisë së relativitetit jep një përgjigje, por është një përgjigje që nuk ka kuptim fizik. Masa do të bëhej një numër imagjinar, rrënja katrore e një numri negativ.
Koha do të fillonte të rrjedhë mbrapsht. Shkaku do të vinte pas pasojës. Çdo herë që hidhni një gur në ujë dhe shikoni valët duke u përhap, ju po shikoni shkakun duke quar në pasojë, guri godet ujin, pastaj valët formohen. Por në një botë ku mund të lëvizni më shpejt se drita, valët do të formohen para se guri të godiste ujin. Pasoja do të vinte para shkakut. Kjo është një shkelje fundamentale e logjikës, e kauzalitetit, e vetë strukturës së realitetit. Universi nuk e lejon këtë. Jo sepse është i keq apo i kufizuar, por sepse është i ndërtuar në një mënyrë që bën këtë të pamundur. Shpejtësia e dritës nuk është thjesht një kufi shpejtësie, është një kufi i vetë kauzalitetit, një mur që ndan atë që është e mundur nga ajo që është absurde. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Nëse do të përpiqeshit të përshpejtoni një grimc në shpejtësi mbi dritën, energjia që do të shtoni nuk do ta bënte atë më të shpejtë, do ta bënte atë më masive. Dhe nëse do të vazhdoni të shtoni energji, masa do të rritet aq shumë sa grimca do të kolapsojë në një vrim të zezë, një rajon i hapësirës ku graviteti është kaq i fortë sa as drita nuk mund të shpëtojë. Por kjo vrim e zezë nuk do të ishte e qëndrueshme. Sipas teorisë së Stephen Hawkingut, vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza, ato emetojnë rrezatim, një proces i quajtur rrezatimi Hawking. Dhe sa më e vogël është një vrim e zezë, aq më shpejt avullon. Një vrim e zezë me masën e një grimce do të avullonte pothuajse menjëherë, duke çliruar të gjithë energjinë e saj në një shpërthim të shkurtër dhe të dhunshëm. Kjo do të thotë se çdo përpjekje për të tejkaluar shpejtësinë e dritës do të përfundonte në vetëshkatërim. Grimca nuk do të shkonte më shpejt, do të shndërrohej në një vrim të zezë dhe pastaj do të zhduket në një shpërthim energjie. Universi ka mekanizma të ndërtuara për të mbrojtur kufirin e tij më të shenjtë. Çdo herë që përpiqeni të shtytni diçka përtej kufive të saj natyror dhe e shikoni atë duke u thyer, ju po shikoni të njëjtin parim. Çdo herë që një makinë përpiqet të shkojë shumë shpejt dhe motori mbinxehet, çdo herë që një strukturë ngarkohet shumë dhe kolapson, ju po shikoni universin duke zbatuar rregullat e tij. Ka kufi që nuk mund të kalohen, jo sepse ne nuk jemi mjaft të fortë, por sepse vetë realiteti është i ndërtuar në këtë mënyrë. Por pse? Pse universi vendos këtë kufi? Çfarë ka të veçantë me shpejtësinë e dritës? Përgjigjja qëndron në natyrën e vetë hapësirës dhe kohës. Einsteini zbuloi se hapësira dhe koha nuk janë dy gjëra të ndara, janë një pëlhurë e vetme e quajtur hapësirë-kohë. Dhe kjo pëlhurë ka një strukturë, një gjeometri që përcakton se si objektet lëvizin përmes saj. Shpejtësia e dritës është shpejtësia në të cilën informacioni mund të udhëtojë përmes kësaj pëlhure. Është shpejtësia në të cilën shkaku mund të çojë në pasojë. Është shpejtësia në të cilën realiteti vetë mund të përhapet. Të shkosh më shpejt se kjo do të thotë të shkosh më shpejt se vetë realiteti, dhe kjo është një kontradikt, një pamundësi logjike. Imagjinoni se jeni duke ecur në një rrugë lëvizse në një aeroport. Rruga po lëviz me një shpejtësi të caktuar dhe ju po ecni mbi të. Shpejtësia juaj totale është shuma e shpejtësisë suaj dhe shpejtësisë së rrugës. Por tani imagjinoni se rruga vetë është realiteti dhe shpejtësia maksimale e saj është shpejtësia e dritës. Pavarësisht se sa shpejt ecni, ju nuk mund të shkoni më shpejt se rruga vetë. Sepse ju jeni pjesë e rrugës, ju ekzistoni brenda saj dhe shpejtësia juaj është gjithmonë relative ndaj saj. Kjo është arsyeja pse shpejtësia e dritës është absolute. Nuk është thjesht një shpejtësi e madhe, është shpejtësia e vetë realitetit. Është ritmi në të cilin universi pulson, frekuenca në të cilën ekzistenca vetë vibroj. Çdo herë që shikoni një yll duke shkëlqyer në qiellin e natës, ju po shikoni dritën që ka udhëtuar me këtë shpejtësi absolute, duke mbajtur informacionin për atë yll përmes hapësirës dhe kohës. Dhe kjo na sjell te një zbulim edhe më i thellë. Ne nuk jetojmë në një univers ku hapësira dhe koha janë të ndara. Ne jetojmë në një univers ku ato janë të thurura së bashku në një pëlhurë të vetme, dhe kjo pëlhurë ka një strukturë që përcakton çdo gjë, se si lëvizim, se si përjetojmë kohën, se si ndërveprojmë me njëri tjetrin. Shpejtësia e dritës nuk është një kufi arbitrar, është një pasojë e kësaj strukture, një shprehje e natyrës së vetë realitetit. Çdo herë që shikoni orën dhe shikoni sekondat duke kaluar, ju po përjetoni kohën në ritmin tuaj, në shpejtësinë tuaj. Por dikush që po lëviz shumë shpejt, një astronaut në një anije kozmike, një grimc në një përshpejtues, po përjeton kohën në një ritëm të ndryshëm. Për ta, sekondat po kalojnë më ngadalë. Dhe nëse do të mund të arrinin shpejtësinë e dritës, sekondat do të ndaloheshin plotësisht.
Kjo është mrekullia dhe misteri i shpejtësisë së dritës. Nuk është thjesht një numër, 300.000 kilometra në sekondë. Është një kufi fundamental i realitetit, një mur i ndërtuar në vetë strukturën e ekzistencës. Është shpejtësia në të cilën koha pushon, masa bëhet e pafundme dhe kauzaliteti vetë fillon të thyet. Dhe megjithatë, drita e tejkalon këtë kufi çdo ditë, çdo sekondë. Fotonët, grimcat e dritës, lëvizin me këtë shpejtësi absolute, duke udhëtuar nga yjet në sytë tanë, duke mbajtur informacionin për universin. Ata nuk kanë masë dhe për këtë arsye ata mund të lëvizin me shpejtësinë e dritës. Ata janë udhëtarët e përsosur, krijesat e hapësirës kohë që ekzistojnë në kufirin e realitetit. Çdo herë që ndizni një llamb dhe shikoni dritën duke mbushur dhomën, ju po çlironi miliarda foton që po udhëtojnë me shpejtësinë më të madhe të mundshme, duke goditur muret, tavanin, lëkurën tuaj, duke mbajtur informacionin për burimin e tyre. Ata janë lajmtarët e universit, bartësit e informacionit, udhëtarët që nuk ndalojnë kurrë. Shpejtësia e dritës nuk është vetëm një kufi. Është një zbulim për natyrën e ekzistencës, se universi ka rregulla që nuk mund të thyen, struktura që nuk mund të ndryshohen, kufi që përcaktojnë çdo gjë që është e mundur. Dhe brenda këtyre kufive ne ekzistojmë, lëvizim, jetojmë jetën tonë, duke qenë gjithmonë pjesë e kësaj pëllure të madhe të hapësirës kohë që pulson me ritmin e dritës. Por çfarë ndodh kur fillojmë të shqyrtojmë jo vetëm kufirin, por vetë mekanikën që e bën atë të pathyeshëm? Çfarë fshihet në thellësi të ekuacioneve që përshkruajnë se si masa, energjia dhe koha janë të thurura në një tapet të vetëm? Imagjinoni një akordeon. Jo një akordeon të zakonshëm muzikor, por një akordeon kozmik ku çdo palosje përfaqëson një moment në kohë, çdo zgjerim përfaqëson një shtesë në masë. Kur e tërhiqni akordeonin ngadalë, kur lëvizni me shpejtësi të ulët, palosjet hapen lehtë, koha rrjedh normalisht, masa mbetet konstante. Por ndërsa filloni ta tërhiqni gjithnjë e më shpejt, duke u afruar në shpejtësinë e dritës, akordeonin bëhet gjithnjë e më i vështirë për t'u tërhequr. Palosjet bëhen më të ngurta, më rezistente. Çdo centimetër shtesë kërkon më shumë forcë se ai i mëparshmi. Dhe në momentin kur do të arrini shpejtësinë e dritës, akordeonin do të ishte i ngrirë plotësisht, i pafundëm në peshë, i pamundur për t'u lëvizur. Kjo është natyra e masës relativiste, jo një shtesë e thjeshtë, por një transformim fundamental i vetë strukturës së objektit. Çdo herë që shtytni një karrocë të mbushur plot dhe e ndjeni se sa më shumë peshë ka, aq më e vështirë është për ta lëvizur, ju po përjetoni një version të thjeshtë të këtij parimi. Por në shpejtësi afër dritës, kjo rezistencë nuk vjen nga pesha fizike, vjen nga vetë struktura e hapësirës kohë që po përpiqeni ta shponi. Fillojmë me një të vërtetë që duket e thjeshtë, por që fshen një kompleksitet mahnitës. Masa nuk është një veti absolute e një objekti, është një marrëdhënie midis objektit dhe hapësirës kohë që e rrethon. Kur një objekt është në pushim, ai ka atë që quhet masë në pushim, masa e tij intrinsike, sasia e materisë që e përbën. Por kur objekti fillon të lëviz, diçka e çuditshme ndodh. Energjia e lëvizjes nuk thjesht shtohet në objektin, ajo shndërrohet në masë. Kjo është zemra e ekuacionit të famshëm të Einsteinit. Energjia është e barabartë me masën herë shpejtësinë e dritës në katror. Por ky ekuacion nuk thot vetëm se masa mund të shndërrohet në energji, ai thot gjithashtu se energjia mund të shndërrohet në masë. Çdo herë që shtoni energji në një objekt duke e përshpejtuar atë, ju po shtoni masë. Në shpejtësi të ulta, kjo shtesë është e papërfillshme, kaq e vogël sa instrumentet tona më të sakta nuk mund ta matën. Por ndërsa shpejtësia rritet, efekti bëhet gjithnjë e më i dukshëm. Imagjinoni një grimc me masë 1 gram që po përshpejtohet. Në shpejtësi normale, le të themi 100 km/h, shtesa në masë është rreth 1 pjesë në 1 trilion. Plotësisht e papërfillshme. Por në gjysmën e shpejtësisë së dritës, 150.000 km/s, masa e grimcës është rreth 1 gram e 15 qinta. Ajo ka fituar 15% më shumë masë thjesht nga lëvizja. Në 90% të shpejtësisë së dritës, masa është rreth 2 gram e 30, më shumë se 2 fishi i masës në pushim. Në 99% është rreth 7 gram, në 99.9% është rreth 22 gram dhe ndërsa vazhdoni të afroheni në shpejtësinë e dritës, masa rritet gjithnjë e më shpejt. Në 99.99% është rreth 70 gram, në 99.999% është rreth 220 gram. Çdo shtesë e vogël në shpejtësi kërkon një shtesë eksponenciale në energji.
Sepse ju nuk po përshpejtoni vetëm 1 gram, po përshpejtoni një objekt që po bëhet gjithnjë e më masiv. Çdo herë që ngjiteni në një kodër me biçikletë dhe e ndjeni se sa më i pjerrët bëhet kodra, aq më shumë forcë ju duhet për çdo metër shtesë, ju po përjetoni një version të këtij parimi. Diferenca është se në rastin e biçikletës, rezistenca vjen nga graviteti. Në rastin e shpejtësisë relativiste, rezistenca vjen nga vetë struktura e realitetit. Por pse ndodh kjo? Çfarë e bën masën të rritet me shpejtësinë? Përgjigjja qëndron në natyrën e hapësirës kohë. Einsteini zbuloi se hapësira dhe koha nuk janë dy gjëra të ndara, janë dimensione të një pëllure të vetme 4-dimensionale. Kur lëvizni përmes hapësirës, ju gjithashtu po lëvizni përmes kohës. Dhe shpejtësia me të cilën lëvizni përmes hapësirës përcakton shpejtësinë me të cilën lëvizni përmes kohës. Imagjinoni se jeni duke ecur në një rrugë që ka 2 korsi, një korsi hapësinore dhe një korsi kohore. Kur qëndroni të palëvizur në hapësirë, ju po lëvizni me shpejtësinë maksimale përmes kohës, koha po rrjedh me ritmin e saj më të shpejt për ju. Por kur filloni të lëvizni përmes hapësirës, ju po transferoni disa nga lëvizja juaj nga korsia kohore në korsinë hapësinore. Sa më shpejt të lëvizni përmes hapësirës, aq më ngadalë lëvizni përmes kohës. Kjo është arsyeja pse koha ngadalësohet në shpejtësi të larta. Ju nuk po lëvizni më ngadalë përmes hapësirës kohë, ju po ridistribuoni lëvizjen tuaj midis dimensioneve të saj. Dhe në shpejtësinë e dritës, e gjithë lëvizja juaj është në korsinë hapësinore, nuk ka lëvizje të mbetur për korsinë kohore. Koha ndalon. Çdo herë që udhëtoni me tren dhe shikoni peizazhin duke kaluar jashtë dritares, ju po lëvizni përmes hapësirës. Por ndërkohë, ora juaj po tik-takon, ju po plakeni, qelizat tuaja po ndryshojnë, ju po lëvizni përmes kohës. Këto dy lëvizje janë të lidhura, të thurura në një lëvizje të vetme përmes hapësirës kohë. Tani le të shqyrtojmë se çfarë ndodh me energjinë. Kur përshpejtoni një objekt, ju po shtoni energji kinetike, energjinë e lëvizjes. Në fizikën klasike të Newtonit, kjo energji është e barabartë me gjysmën e masës herë shpejtësinë në katror. Por kjo formulë funksionon vetëm në shpejtësi të ulta. Në shpejtësi të larta, afër shpejtësisë së dritës, formula e Newtonit thyet. Energjia nuk rritet thjesht me katrorin e shpejtësisë, ajo rritet në mënyrë eksponenciale, duke u afruar në pafundësi ndërsa shpejtësia afrohet në shpejtësinë e dritës. Kjo do të thotë se për të përshpejtuar një objekt nga 90% të shpejtësisë së dritës në 95%, ju duhet më shumë energji se sa duhej për ta përshpejtuar nga 0 në 90%. Dhe për ta përshpejtuar nga 95% në 99%, ju duhet edhe më shumë energji. Çdo hap bëhet gjithnjë më i vështirë, çdo shtesë kërkon më shumë burime se hapi i mëparshëm. Imagjinoni se po ngjiteni në një mal ku çdo metër lartësi është 2 herë më i pjerrët se metri i mëparshëm. Metri i parë është i lehtë, një shëtitje e thjeshtë. Metri i dytë është pak më i vështirë. Por në metrin e 10, ju po ngjiteni në një shkëmb pothuajse vertikal. Në metrin e 20, shkëmbi është më i pjerrët se vertikal, po del jashtë mbi kokën tuaj. Dhe në metrin e 30, ju do të duhej të ngjiteshit përmes ajrit vetë. Kjo është natyra e përshpejtimit relativist, çdo hap bëhet jo vetëm më i vështirë, por eksponencialisht më i pamundur. Çdo herë që shtytni një derë të rëndë dhe e ndjeni se sa më shumë e hapni, aq më e vështirë bëhet për shkak të mendeshteve, ju po përjetoni një version të këtij parimi. Por në rastin e shpejtësisë relativiste, rezistenca nuk vjen nga fërkimi mekanik, vjen nga vetë struktura e realitetit që po përpiqeni ta shponi. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim, çfarë do të ndodhte nëse, në mënyrë hipotetike, do të mund ta tejkalonit këtë kufi? Çfarë do të ndodhte nëse një objekt do të mund të lëvizte me 300.001 kilometra në sekond, vetëm 1 kilometër më shpejt se drita? Matematika e teorisë së relativitetit jep një përgjigje, por është një përgjigje që sfidojnë vetë logjikën. Në ekuacionet e relativitetit, masa relativiste llogaritet duke përdorur një faktor të quajtur faktori i Lorenzit. Ky faktor varet nga shpejtësia e objektit dhe nga shpejtësia e dritës. Kur shpejtësia e objektit është më e vogël se shpejtësia e dritës, faktori i Lorenzit është një numër pozitiv më i madh se 1. Sa më afër shpejtësisë së dritës, aq më i madh bëhet ky faktor, duke u afruar në pafundësi. Por kur shpejtësia e objektit tejkalon shpejtësinë e dritës, diçka e çuditshme ndodh me matematikën. Faktori i Lorenzit përfshin një rrënjë katrore të një shpreje që bëhet negative.
Dhe rënja katrore e një numri negativ nuk është një numër real, është një numër imagjinar. Kjo do të thotë se masa e objektit do të bëhej një numër imagjinar. Por çfarë do të thotë kjo fizikisht? Një masë imagjinare nuk ka kuptim në botën reale. Nuk mund të peshoni diçka dhe të merrni një numër imagjinar. Nuk mund të ndërtoni një objekt me masë imagjinare. Është një absurditet matematikor që tregon se diçka është shkuar thellësisht gabim me supozimin ton. Çdo herë që përpiqeni të ndani me zero në një kalkulator dhe merrni një mesazh gabimi, ju po përjetoni të njëjtin parim. Matematika po ju tregon se keni kërkuar diçka që nuk ka kuptim. Çdo herë që përpiqeni të merrni rënjën katrore të një numri negativ dhe kalkulatori juaj jep një gabim, ju po përjetoni kufirin midis asaj që është e mundur dhe asaj që është absurde. Por paradoksi nuk ndalon me masën. Koha gjithashtu bëhet e çuditshme. Në shpejtësi nën dritën, koha ngadalësohet, 1 orë për ju mund të jetë 2 orë për dikë që është në pushim. Por në shpejtësi mbi dritën, matematika tregon se koha do të fillonte të rrjedhë mbrapsht. 1 orë për ju do të ishte minus 1 orë për universin. Ju do të po plakeshit në të kundërt, do të po ktheheshit në të kaluarën. Imagjinoni një film që po luhet mbrapsht. Njerëzit po ecin mbrapsht, uji po rrjedh lart në çezma, tymi po kthehet në zjarr. Kjo është ajo që matematika tregon se do të ndodhte me kohën nëse do të mund të lëviznit më shpejt se drita. Por kjo nuk është thjesht e çuditshme, është një shkelje fundamentale e kauzalitetit. Nëse koha rrjedh mbrapsht, atëherë pasoja vjen para shkakut. Ju do të mund të arrini në një vend para se të kishit nisur. Ju do të mund të ndikoni në ngjarje që kanë ndodhur në të kaluarën. Çdo herë që shikoni një film të vjetër dhe e dini se njerëzit në të kanë jetuar jetën e tyre në një drejtim të caktuar, nga e kaluara në të ardhmen, ju po përjetoni kauzalitetin normal. Çdo herë që bëni një zgjedhje dhe e dini se ajo zgjedhje do të ketë pasoja në të ardhmen, jo në të kaluarën, ju po jetoni në një univers ku koha rrjedh përpara. Një univers ku mund të lëvizni më shpejt se drita do të ishte një univers ku këto rregulla thyen, ku logjika vet kollapson. Dhe këtu është pjesa më e çuditshme, nëse do të mund të lëviznit më shpejt se drita, ju do të mund të krijoni paradokse kohore. Ju do të mund të udhëtonit në të kaluarën dhe të ndryshonit ngjarje që tashmë kanë ndodhur. Ju do të mund të takoheshit me veten tuaj më të ri. Ju do të mund të pengonit veten tuaj nga nisja e udhëtimit, duke krijuar një paradoks ku udhëtimi juaj në të kaluarën e bën të pamundur udhëtimin tuaj në të kaluarën. Kjo është arsyeja pse fizikanët besojnë se udhëtimi më shpejt se drita nuk është thjesht i vështirë, është i pamundur. Jo sepse ne nuk kemi teknologjinë, por sepse vetë universi është i ndërtuar në një mënyrë që e bën këtë të pamundur. Shpejtësia e dritës nuk është vetëm një kufi shpejtësie, është një kufi i kauzalitetit, një mur që mbron strukturën logjike të realitetit. Por ka edhe një dimension tjetër në këtë histori, dimensioni i energjisë dhe masës në ekstremet e tyre. Kur një objekt afrohet në shpejtësinë e dritës, masa e tij rritet. Dhe kur masa rritet, graviteti i tij gjithashtu rritet. Në një pikë të caktuar, nëse do të vazhdoni të shtoni energji, masa do të bëhej kaq e madhe sa objekti do të kolapsojë në një vrim të zezë, një rajon i hapësirës ku graviteti është kaq i fortë sa as drita nuk mund të shpëtojë. Imagjinoni një yll masiv që po kolapson në peshën e tij. Ndërsa shtypet gjithnjë e më shumë, graviteti në sipërfaqen e tij bëhet gjithnjë e më i fortë. Në një pikë, graviteti bëhet kaq i fortë sa shpejtësia e nevojshme për të shpëtuar nga sipërfaqja të i kalon shpejtësinë e dritës. Në atë moment, ylli është bërë një vrim e zezë. Asgjë nuk mund të shpëtojë nga brenda saj, as materie as dritë. E njëjta gjë do të ndodhte me një grimc që po përshpejtohet në shpejtësi ekstreme. Ndërsa masa e saj rritet, graviteti i saj rritet. Dhe nëse do të vazhdoni të shtoni energji, në një pikë masa do të bëhej kaq e madhe sa grimca do të kolapsojë në një vrim të zezë mikroskopike. Por kjo vrim e zezë nuk do të ishte e qëndrueshme. Sipas teorisë së Stephen Hawkingut, vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato emetojnë rrezatim, një proces kuantik ku çifte grimcash virtuale formohen në buzë të horizontit të ngjarjeve, dhe njëra grimcë bie në vrimën e zezë ndërsa tjetra shpëton. Kjo bën që vrimja e zezë të humbas masë ngadalë, duke avulluar me kalimin e kohës. Dhe sa më e vogël është vrimja e zezë, aq më shpejt avullon. Një vrim e zezë me masën e një mali do të avullonte në miliarda vjet. Një vrim e zezë me masën e një makine do të avullonte në sekonda.
Dhe një vrim e zezë me masën e një grimce do të avullonte pothuajse menjëherë, në një fraksion të një sekonde, duke çliruar të gjithë energjinë e saj në një shpërthim të shkurtër dhe të dhunshëm të rrezatimit. Çdo herë që shikoni një fishek zjarr duke shpërthyer në qiell dhe e dini se e gjithë energjia e akumuluar çlirohet në një moment të vetëm, ju po shikoni një version të vogël të këtij procesi. Çdo herë që një bateri shkarkohet dhe çliron energjinë e saj të ruajtur, ju po shikoni të njëjtin parim, energjia e akumuluar duke u transformuar në forma të tjera. Kjo do të thotë se çdo përpjekje për të përshpejtuar një grimcë më shpejt se drita do të përfundonte në vetëshkatërim. Grimca nuk do të shkonte më shpejt, do të kolapsojë në një vrim të zezë dhe pastaj do të avullonte në një shpërthim energjie. Universi ka mekanizma të ndërtuara për të mbrojtur kufirin e tij më të shenjtë. Është sikur të përpiqeni të thyeni një ligj fundamental të natyrës dhe natyra përgjigjet duke shkatëruar objektin që po përpiqet ta thyejë atë. Por pse universi është i ndërtuar në këtë mënyrë? Pse ekziston ky kufi absolut? Përgjigjja qëndron në natyrën e vetë informacionit dhe kauzalitetit. Në fizik, informacioni nuk mund të udhëtojë më shpejt se drita. Kjo është një parim themelor, nëse informacioni do të mund të udhëtonte më shpejt se drita, atëherë shkaku do të mund të ndiqte pasojën, e kaluara do të mund të ndikojë nga e ardhmja, dhe vetë struktura logjike e realitetit do të kolapsojë. Imagjinoni se po luani shah me dikë që është në anën tjetër të botës. Ju bëni një lëvizje, dhe ajo lëvizje duhet të udhëtojë deri te kundërshtari juaj para se ai të mund të përgjigjet. Nëse informacioni do të mund të udhëtonte menjëherë, ju do të mund të shihnit përgjigjen e tij para se të kishit bërë lëvizjen tuaj. Kjo do të ishte një shkelje e kauzalitetit, pasoja duke ardhur para shkakut. Shpejtësia e dritës është shpejtësia në të cilën kauzaliteti mund të përhapet. Është shpejtësia në të cilën një ngjarje në një vend mund të ndikojë në një ngjarje në një vend tjetër. Është shpejtësia në të cilën universi vetë mund të komunikojë me veten e tij. Të shkosh më shpejt se kjo do të thotë të shkosh më shpejt se vetë kauzaliteti, dhe kjo është një kontradikt, një pamundësi logjike. Çdo herë që bëni një zgjedhje dhe e dini se ajo zgjedhje do të ketë pasoja, ju po jetoni në një univers ku kauzaliteti funksionon. Çdo herë që shikoni një domino duke rrëzuar dominon tjetër, ju po shikoni kauzalitetin në veprim, një ngjarje duke çuar në tjetrën, në një zinxhir logjik. Një univers ku mund të lëvizni më shpejt se drita do të ishte një univers ku ky zinxhir thyet, ku domino rrëzohen para se domino i parë të jetë shtyrë. Dhe kjo na çon te një realizim i thellë, shpejtësia e dritës nuk është thjesht një kufi arbitrar që universi ka vendosur. Është një pasojë e strukturës së vetë realitetit, e mënyrës se si hapësira dhe koha janë të thurura së bashku, e mënyrës se si kauzaliteti funksionon. Është një shprehje e faktit se universi ka një strukturë logjike, një rend që nuk mund të thyet pa shkatëruar vetë realitetin. Çdo herë që shikoni një ndërtesë të lartë dhe e dini se ajo qëndron sepse inxhinierët kanë respektuar ligjet e fizikës, ju po shikoni të njëjtin parim. Çdo herë që fluturoni në një aeroplan dhe e dini se ai fluturon sepse respekton ligjet e aerodinamikës, ju po besoni në faktin se universi ka rregulla që funksionojnë. Shpejtësia e dritës është një nga ato rregulla, një kufi që nuk mund të thyet, jo sepse ne nuk jemi mjaft të zgjuar, por sepse vetë realiteti është i ndërtuar në këtë mënyrë. Shpejtësia e dritës nuk është armiku. Është struktura që e bën universin të qëndrueshëm, të parashikueshëm, të kuptueshëm. Është kufiri që mbron kauzalitetin, që ruan logjikën, që e bën të mundur që shkaku të çojë në pasojë, që e ardhmja të rrjedhë nga e kaluara. Pa këtë kufi, universi do të ishte kaos, një vend ku asgjë nuk do të kishte kuptim, ku ngjarjet do të ndodhnin pa shkak, ku e kaluara dhe e ardhmja do të ishin të përziera në një rrëmuj të pakuptim. Dhe kështu, çdo herë që shikoni dritën duke udhëtuar, nga dielli në tokë, nga një llamp në sytë tuaj, nga një yll i largët në teleskopët tanë, ju po shikoni kufirin e realitetit në veprim. Ju po shikoni shpejtësinë në të cilën universi vetë pulson, ritmin në të cilin ekzistenca vetë vibroj. Ju po shikoni jo vetëm një kufi, por një zbulim për natyrën e asaj që është e mundur, një dritare në strukturën e thellë të realitetit që na rrethon dhe na bën real. Por çfarë ndodh kur e kuptojmë se ky kufi, ky mur i padukshëm i ndërtuar në 300.000 kilometra në sekondë, nuk është thjesht një kuriozitet i fizikës, por një shfaqje e diçkaje shumë më universale? Imagjinoni se hapni një kuti të vjetër në një vend të pluhurosur dhe brenda gjeni një orë që ka ndaluar dhjetëra vjet më parë. Por kur e tundni lehtë, ajo fillon të t'i kërtojë përsëri tik-tak, me të njëjtin ritëm të përsosur që kishte kur u ndërtua.
Mekanizmi nuk ka harruar. Ligji që e qeveris atë nuk ka vjetruar. Kështu është edhe me shpejtësinë e dritës. Pavarësisht se sa kohë kalon, pavarësisht se ku ndodhemi në univers, ky kufi mbetet i njëjtë. Ai është i gdhendur në vetë strukturën e ekzistencës. Çdo herë që ndizni një llambë dhe e shikoni dritën duke mbushur dhomën, ju po çlironi foton që udhëtojnë me këtë shpejtësi absolute, të njëjtën shpejtësi që kishin kur universi ishte vetëm disa sekonda i vjetër, të njëjtën shpejtësi që do të kenë kur ylli i fundit të fiket në errësirën e përjetshme. Kjo është arsyeja pse shkenca funksionon. Kjo është arsyeja pse mund të parashikojmë, të ndërtojmë, të krijojmë. Sepse universi luan sipas rregullave që nuk ndryshojnë me kohën apo vendodhjen. Ne folëm për kufirin e shpejtësisë, për atë mur të pathyeshëm në 300.000 kilometra në sekondë. Ne eksploruam mekanikën, si masa rritet, si koha ngadalësohet, si energjia transformohet në masë dhe mbrapsht. Por tani duhet të shohim më gjerë. Duhet të pyesim, çfarë na tregon kjo për natyrën e vetë universit? Çfarë na tregon për mënyrën se si çdo gjë, nga më e vogla deri te më e madhja, është e thurur në të njëjtën pëlhur të ekzistencës? Fillojmë me një realizim që duket i thjeshtë, por që fshen një thellësi të jashtëzakonshme. E njëjta forcë që vendos kufirin e shpejtësisë është forca që mban atomet së bashku në trupin tuaj. E njëjta ligj që bën që koha të ngadalësohet në shpejtësi të larta është ligji që bën që zemra juaj të rrahë në një ritëm të qëndrueshëm. E njëjta strukturë që krijon kufirin e dritës është struktura që lejon universin të ekzistojë, të evoluojë, të krijojë jetë. Nuk ka fizikë kozmike dhe fizikë e përditshme. Ka vetëm fizik, një grup ligjesh universale që veprojnë në çdo shkallë, në çdo vend, në çdo moment. Çdo herë që shikoni orën dhe e shikoni sekondat duke kaluar me një ritëm të qëndrueshëm, ju po përjetoni të njëjtën strukturë të kohës që bën që koha të ngadalësohet për një astronaut në hapësirë. Çdo herë që shtypni një pulsant dhe e ndjeni rezistencën e tij, ju po përjetoni të njëjtën forcë që bën që masa të rritet kur një grimc përshpejtohet. Çdo herë që hidhni një top dhe e shikoni atë duke ndjekur një hark të përsosur, ju po shikoni të njëjtën strukturë të hapësirës kohë që përcakton rrugën e dritës përmes universit. Kjo është arsyeja pse zbuleshja e Einsteinit ishte kaq revolucionare. Para tij, njerëzit mendonin se hapësira dhe koha ishin absolute, një skenë e palvizshme ku ngjarjet ndodhnin. Por Einsteini tregoi se hapësira dhe koha janë dinamike, fleksibël, të ndërthurura. Ai tregoi se e njëjta strukturë që përcakton se si lëvizim përmes hapësirës përcakton gjithashtu se si përjetojmë kohën. Ai bashkoi hapësirën dhe kohën në një vizion të vetëm, të unifikuar, hapësirën kohë. Ai na tregoi se ne nuk jemi të veçuar nga struktura e universit, ne jemi pjesë e saj, të qeverisur nga ajo, të formuar nga ajo. Dhe kjo unifikim vazhdon në çdo drejtim. Atomet që përbëjnë trupin tuaj janë të qeverisura nga të njëjtat ligje që qeverisin galaktikat. Energjia që ju lejon të lëvizni është e njëjta energji që bën që yjet të ndriçojnë. Koha që po kalon ndërsa lexoni këto fjalë është e njëjta kohë që po rrjedh në zemër të një vrime të zezë, në sipërfaqen e një ylli neutroni, në skajin e universit të vëzhgueshëm. Çdo herë që merrni frymë dhe e ndjeni ajrin duke hyrë në mushkëritë tuaja, ju po shkëmbeni atome me universin, atome që dikur ishin pjesë e një ylli, që dikur notuan në oqeanet e hershme të tokës, që dikur ishin pjesë e dinosaurëve, e pemëve të lashta, e njerëzve që jetuan mijëra vjet para jush. Çdo herë që shikoni në pasqyrë, ju po shikoni një koleksion atomesh që kanë udhëtuar përmes kozmosit për miliarda vjet, që kanë qenë pjesë e 1 milion formave të ndryshme, që tani janë bashkuar për të krijuar atë që ju quani unë. Ju nuk jeni të ndarë nga universi. Ju jeni universi duke u bërë i vetëdijshëm për veten e tij, duke u përpjekur për ta kuptuar veten, duke çuditur për natyrën e tij. Kthehemi te kufiri i shpejtësisë. Kur një objekt afrohet në shpejtësinë e dritës, masa e tij rritet, koha për të ngadalësohet dhe energjia e nevojshme për ta përshpejtuar më tej afrohet në pafundësi. Por çfarë do të thotë kjo në terma të strukturës së realitetit? Kjo do të thotë se shpejtësia e dritës nuk është thjesht një kufi shpejtësie, është një kufi i vetë kauzalitetit, një mur që mbron strukturën logjike të ekzistencës. Imagjinoni një pëlhur të shtrirë, një pëlhur që përfaqëson hapësirën kohë. Kur vendosni një top në këtë pëlhur, ajo përkulet, krijon një grop. Kjo grop është graviteti, përkulja e hapësirës kohë nga masa. Tani imagjinoni se po rrokullisni një bilardo në këtë pëlhur. Bilardoja nuk lëviz në një vit të drejtë, ajo ndjek konturet e gropës, ajo përkulet, spiraloj, ndryshon drejtim.
Kjo është mënyra se si masa ndikon në lëvizjen, jo duke tërhequr në distancë, por duke përkulur vetë pëlhurën e hapësirës kohë. Por këtu është pjesa që vërtet hap mendjen. Kjo pëlhurë ka një strukturë, një gjeometri që përcakton se sa shpejt informacioni mund të udhëtojë përmes saj. Shpejtësia e dritës është shpejtësia në të cilën një përkulje në një pjesë të pëlhurës mund të përhapet në një pjesë tjetër. Është shpejtësia në të cilën një ngjarje në një vend mund të ndikojë në një ngjarje në një vend tjetër. Është shpejtësia në të cilën kauzaliteti vetë mund të udhëtojë. Çdo herë që shtypni një pulsant dhe e dëgjoni një zile duke rënë në një dhomë tjetër, ju po përdorni këtë parim. Sinjali elektrik po udhëton përmes telit me një shpejtësi të kufizuar nga shpejtësia e dritës. Çdo herë që flisni me dikë në telefon dhe ka një vonesë të vogël, ju po përjetoni faktin se informacioni nuk udhëton menjëherë, ai udhëton me një shpejtësi të kufizuar. Çdo herë që shikoni një transmetim të drejtpërdrejt nga një vend i largët dhe e dini se ka një vonesë disa sekondash, ju po shikoni kufirin e shpejtësisë së informacionit në veprim. Dhe kjo na çon te një pyetje edhe më e thellë. Nëse shpejtësia e dritës është kufiri i kauzalitetit, çfarë do të thotë kjo për natyrën e kohës? Koha nuk është thjesht një dimension që rrjedh, është një strukturë që lidhet me hapësirën, që ndikon nga masa dhe energjia, që përcaktohet nga shpejtësia me të cilën lëvizim. Kur qëndroni të palëvizur, ju po lëvizni përmes kohës me shpejtësinë maksimale. Kur filloni të lëvizni përmes hapësirës, ju po ngadalsoni lëvizjen tuaj përmes kohës. Çdo herë që udhëtoni me makinë dhe e dini se sa më shpejt të shkoni, aq më shpejt do të arrini në destinacion, ju po mendoni për hapësirën. Por ndërkohë, koha për ju po rrjedh pak më ngadalë se për njerëzit që janë në pushim. Diferenca është e papërfillshme, vetëm disa nanosekondat për një udhëtim disa orësh, por është reale. Është e matshme. Dhe në shpejtësi ekstreme, afër shpejtësisë së dritës, kjo diferenca bëhet dramatike. Imagjinoni dy binjak, njëri mbetet në tokë, tjetri udhëton në një anije kozmike me 99% të shpejtësisë së dritës. Për binjakun në tokë, 10 vjet kalojnë. Por për binjakun në anijen kozmike, vetëm një vit kalon. Kur kthehet, ai është 9 vjet më i ri se vëllai i tij. Kjo nuk është një iluzion, është një pasojë reale e strukturës së hapësirës kohë. Koha ka rrjedhur me ritme të ndryshme për ta, sepse ata kanë lëvizur përmes hapësirës kohë në mënyra të ndryshme. Çdo herë që shikoni një fotografi të vjetër dhe e ndjeni peshën e kohës që ka kaluar, ju po përjetoni të njëjtën strukturë të kohës që bën që koha të ngadalsohet në shpejtësi të larta. Çdo herë që kujtoni një moment të humbur dhe e kuptoni se ai moment ekziston vetëm në kujtesën tuaj, jo më në realitetin fizik, ju po përjetoni natyrën e kohës, një dimension që rrjedh, që ndan të kaluarën nga e tashmja, që krijon horizontin përtej të cilit nuk mund të kthehemi. Dhe ndërsa qëndrojmë në buzë të këtyre pyetjeve, ne realizojmë diçka të mahnitshme. 300.000 kilometra në sekond nuk janë thjesht një numër për dritën. Ato janë një dritare në një parim që shkon përtej çdo grimce, përtej çdo ylli, përtej çdo galaktike. Ato na tregojnë se universi është i organizuar, se ka struktura, kufi, harmoni të fshehura në çdo nivel. Nga lëkundja e një elektroni deri te rrotullimi i një galaktike, nga rrahja e zemrës suaj deri te pulsimi i një ylli neutroni, ka një gjuhë të përbashkët, gjuha e kufive, gjuha e strukturave, gjuha që universi përdor për të folur me veten e tij. Çdo herë që shikoni një lule dhe habiteni nga simetria e përsosur e petaleve të saj, ju po shikoni të njëjtën gjuhë. Çdo herë që dëgjoni zemrën tuaj duke rrahur dhe ndjeni ritmin e saj të qëndrueshëm, ju po dëgjoni të njëjtën gjuhë. Çdo herë që shikoni në qiell natën dhe shihni yjet, secili duke ndriçuar me dritë që ka udhëtuar me shpejtësinë absolute, secili duke dërguar mesazhe nga e kaluara, ju po shikoni të njëjtën forcë që vepron në çdo nivel të ekzistencës. Kufiri nuk është thjesht kufi, është një zbulim për natyrën e ekzistencës, një dritare në strukturën e thellë të realitetit. Dhe çdo herë që përjetojmë një kufi në jetën tonë, një kufi fizik, një kufi mendor, një kufi emocional, ne po përjetojmë diçka të përjetshme, një parim që ekzistonte para nesh dhe do të ekzistojë pas nesh, një strukturë që përcakton çdo gjë që është e mundur. 300.000 kilometra në sekond nuk është thjesht një numër. Është një kod, një gjuhë që universi flet. Dhe ne, duke mësuar ta lexojmë atë, po bëhemi pjesë e bisedës, një bisedë që ka filluar me krisjen e madhe dhe do të vazhdojë derisa ylli i fundit të fiket në errësirën e përjetshme. Por ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është pse nuk mund të shkojmë më shpejt se drita, apo çfarë do të ndodhte nëse do të mund ta bënim.
Ndoshta pyetja më e rëndësishme është, çfarë do të thotë kjo për ne? Çfarë do të thotë të dish se ekziston një kufi absolut, një mur i pathyeshëm i ndërtuar në vetë strukturën e realitetit? Çfarë do të thotë të dish se universi ka rregulla që nuk mund të thyen, pavarësisht se sa të zgjuar apo të fuqishëm bëhemi? Ndoshta do të thotë se ne nuk jemi aq të kufizuar sa mendojmë. Ndoshta do të thotë se brenda këtyre kufive ekziston një pafundësi e mundësive, një univers plot me mrekulli që mund të eksplorojmë, me ligje që mund të kuptojmë, me struktura që mund të admirojmë. Ndoshta do të thotë se kufiri nuk është armiku, është struktura që e bën universin të kuptueshëm, të parashikueshëm, të qëndrueshëm. Pa këtë kufi, universi do të ishte kaos, një vend ku asgjë nuk do të kishte kuptim, ku ngjarjet do të ndodhnin pa shkak, ku e kaluara dhe e ardhmja do të ishin të përziera në një rrëmuj të pakuptim. Çdo herë që ndërtoni diçka dhe e dini se ajo do të qëndrojë sepse keni respektuar ligjet e fizikës, ju po përfitoni nga kufiri. Çdo herë që planifikoni të ardhmen dhe e dini se shkaku do të çojë në pasojë, ju po jetoni në një univers ku kufiri i shpejtësisë mbron kauzalitetin. Çdo herë që besoni se nesër do të vijë pas sotit, ju po besoni në strukturën që kufiri i dritës mbron. Kufiri nuk është burgim. Kufiri është themeli që e bën jetën të mundur, që e bën universin të kuptueshëm, që e bën ekzistencën të kuptimshme. Dhe në këtë kufi, në këtë strukturë, në këtë rregull që nuk thyet, ne gjejmë jo vetëm një ligj fizike, por vetë kuptimin e asaj që do të thotë të jesh pjesë e një universi që është shumë më i madh se ne, por që gjithashtu jeton brenda nesh, në çdo frymëmarrje, në çdo rrahje të zemrës, në çdo moment të ekzistencës. 300.000 kilometra në sekondë. Një kufi i pathyeshëm. Por gjithashtu një dritare në diçka më të thellë, në faktin se universi ka një strukturë, një rend, një logjik që e bën atë të kuptueshëm. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në sipërfaqen e një planeti të vogël, duke shikuar lart në yjet që shkëlqejnë me dritë që ka udhëtuar me shpejtësinë absolute, ne e dimë se çdo kufi që përjetojmë në jetën reale, çdo moment kur ndjehemi të kufizuar, çdo moment kur duket se nuk mund të shkojmë më tej, është gjithashtu pjesë e kësaj strukture. Sepse ashtu si shpejtësia e dritës mbron kauzalitetin dhe e bën universin të kuptueshëm, ashtu edhe kufit që përjetojmë në jetë na japin strukturë, na japin kuptim, na japin mundësinë për të zgjedhur, për të krijuar, për të jetuar. Sepse në fund, kufiri nuk është diçka që na ndodh, është diçka që na formon, që na bën atë që jemi, që na jep mundësinë për të qenë të vetëdijshëm, të gjallë, pjesë e një universi që është infinitisht më i madh se ne, por që gjithashtu flet përmes nesh, në çdo mendim, në çdo zgjedhje, në çdo moment të ekzistencës. Çdo herë që hapni një derë dhe e shikoni horizontin përtej saj, a mendoni ndonjëherë se po shikoni një metaforë të universit, se ka gjithmonë kufi që na japin formë, gjithmonë struktura që na bëjnë real, gjithmonë ligje që na lejojnë të ekzistojmë? Çfarë do të thotë kjo për ne? Kjo pyetje që lam të pezulluar në ajër nuk kërkon një përgjigje shkencore, ajo kërkon një përgjigje që prek vetë thelbin e asaj që do të thotë të ekzistosh në një univers ku ka kufi që nuk mund të thyen. Kthehuni për një moment te ai imagjini i parë, ju, duke menduar për shpejtësinë, duke besuar se kuptoni çfarë do të thotë të shkosh gjithnjë e më shpejt. Atëherë, në fillim të këtij udhëtimi, shpejtësia dukej si një vijë e drejtë që shtrihet në pafundësi, sa më shumë të shtypje, aq më shpejt do të shkoje, pa kufi, pa fund. Por tani e dim se ajo vijë e drejtë nuk është e pafundme. Ajo përfundon në një mur të padukshëm, një kufi absolut në 300.000 kilometra në sekondë, përtej të cilit vetë realiteti thotë jo. Ajo që dikur dukej si një rrugë e hapur tani zbulohet si një strukturë, jo një burgim, por një arkitekturë që e bën universin të kuptueshëm, të qëndrueshëm, të jetëshëm. Çdo herë që shikoni një rrugë që shtrihet drejt horizontit dhe e dini se ajo nuk vazhdon përgjithmonë, se ka një pikë ku toka takohet me qiellin, ju po shikoni të njëjtën të vërtetë. Çdo herë që ngjiteni në një shkallë dhe arrini në katin e fundit, duke kuptuar se nuk ka më shkallë për të ngjitur, ju po përjetoni natyrën e kufive, jo si dështime, por si struktura që japin formë, që krijojnë kuptim, që bëjnë udhëtimin të mundur. Sepse pa kufi, çfarë do të ishte një udhëtim? Pa një destinacion, çfarë do të thotë të lëvizësh? Pa një strukturë, çfarë do të thotë të ekzistosh? Ne folëm për 300.000 kilometra në sekondë si për një numër, një kufi, një mur, por tani, në fund të këtij udhëtimi, duhet ta shohim për atë që vërtet është, një zbulim për natyrën e vetë ekzistencës. Ky kufi nuk është thjesht një rregull që universi ka vendosur arbitrarisht.
është një pasojë e diçkaje shumë më të thellë, e faktit se realiteti ka një strukturë, se hapësira dhe koha janë të thurura së bashku në një pëlhur të vetme, se kauzaliteti, ajo lidhje e shenjtë midis shkakut dhe pasojës, duhet të mbrohet. Është një dëshmi se universi nuk është kaos, se ekziston një rend, një logjik, një bukuri që shkon përtej asaj që mund të shohim me sy. Por çfarë është ajo diçka më e thellë? Kjo është pyetja që ka magjepsur filozofët dhe shkencëtarët për mijëra vjet. Çfarë qëndron në themel të gjithçkaje? Çfarë e bën universin të jetë ashtu siç është dhe jo ndryshe? A është një qëllim, një inteligjencë, një kuptim i fshehur në strukturën e gjithçkaje? Apo jemi ne, me vetdijen tonë, me pyetjet tona, me kërkimin tonë për kuptim, thjesht një aksident kozmik, një rast i rrallë statistikor në një univers që përndryshe është i verbër për bukurinë e vet? A është kufiri i shpejtësisë një ligj i ftohtë, indiferent, apo është një shprehje e diçkaje më të thellë, një mënyrë që universi mbron veten e tij, që ruan strukturën e tij, që e bën të mundur që jeta, vetdia, kuptimi të ekzistojnë? Ndoshta përgjigjja nuk qëndron në një ekuacion të vetëm, në një zbuleshje finale që do të shpjegojë çdo gjë. Ndoshta përgjigjja qëndron në vetë procesin e kërkimit, në faktin se ne, krijesat e vogla në sipërfaqen e një planeti të vogël, kemi aftësinë të pyesim, të habitemi, të eksplorojmë. Ne jemi bërë nga i njëjti material si yjet, të qeverisur nga të njëjtat ligje si galaktikat, të kufizuar nga i njëjti muri shpejtësisë si çdo grimc në univers. Por ne kemi diçka që, sa e dim, asnjë yll, asnjë galaktik, asnjë foton nuk e ka, vetdijen. Aftësinë për të menduar për veten tonë, për të pyetur pse ekzistojmë, për të kërkuar kuptim në një univers që nuk na detyron ta bëjmë këtë. Çdo herë që ndaleni për një moment dhe habiteni nga diçka e thjeshtë, nga mënyra se si drita e mëngjesit depërton përmes perdes dhe krijon një model të artë në dy sheme, nga tingëllimat e shiut që duken sikur po flasin një gjuhë të lashtë, nga ndjesia e erës në fytyrë kur ecni në një ditë vjeshte, ju po ushtroni këtë aftësi unike. Ju po bëheni një pikë ku universi bëhet i vetëdijshëm për bukurinë e vet. Imagjinoni përsëri atë udhëtim imagjinar drejt shpejtësisë së dritës. 300.000 kilometra në sekondë, një shpejtësi kaq e madhe sa mendja nuk mund ta përfytyrojë plotësisht, një kufi kaq absolut sa asgjë me masë nuk mund ta arrijë. Por tani pyesni veten, a nuk është jeta vetë një lloj udhëtimi drejt një kufiri? A nuk lëvizim edhe ne përmes ekzistencës, duke u përpjekur të shkojmë gjithnjë e më larg, të kuptojmë gjithnjë e më shumë, të përjetojmë gjithnjë e më thellë, duke ditur se ka kufi që nuk mund t'i tejkalojmë, por duke vazhduar të përpiqemi megjithatë? A nuk është çdo jetë njerëzore një përpjekje për të arritur diçka që është përtej arritjes së plotë, dashuri të përsosur, kuptim të plotë, paqe absolute, duke ditur se këto janë kufi asimptotik, horizonte që mund t'u afrohemi por kur t'i prekemi plotësisht? Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ndoshta ajo që ne e quajmë dështim, ato momente kur nuk arrim atje ku donim, kur ndjehemi të kufizuar nga natyra jon, nga koha jon, nga kushtet tona, ndoshta ato nuk janë dështime, por thjesht pjesë të strukturës. Pjesë të një universi që ka kufi, por që brenda këtyre kufive ofron një pafundësi të mundësive. Çdo herë që përpiqeni të bëni diçka të vështirë dhe arrini vetëm pjesërisht, por në procesin e përpjekjes zbuloni diçka të re për veten tuaj, ju po përjetoni këtë parim. Çdo herë që doni dikë dhe e dini se nuk mund ta kuptoni plotësisht, por vazhdoni të përpiqeni megjithatë, ju po jetoni në një univers ku kufit nuk janë armiq, por struktura që japin kuptim. Sepse pa kufi, çfarë do të ishte dashuria? Nëse do të mund të kuptonim plotësisht dikë tjetër, nëse nuk do të kishte mister, nuk do të kishte zbulim, nuk do të kishte atë ndjenjë të mrekullisë që vjen nga përpjekja për të lidhur me një tjetër vetdije. Por a do të thotë kjo se jemi thjesht objekte pasive, duke u lëvizur përmes një universi me rregulla të paracaktuara që nuk mund t'i ndryshojmë? Jo. Sepse ka një ndryshim thelbësor midis një fotoni që udhëton me shpejtësinë e dritës pas zgjedhje dhe një qenie të vetëdijshme që jeton një jetë. Fotoni ndjek ligjet e fizikës me një pasivitet të përsosur, ai nuk ka zgjedhje, nuk ka vetdije, nuk ka mundësi për të bërë ndryshe. Por ne kemi zgjedhje. Ne mund të vendosim se si të reagojmë ndaj kufive që përjetojmë. Ne mund të vendosim se çfarë kuptimi t'i japim strukturave që na formojnë. Ne mund të vendosim se si të jetojmë brenda ligjeve që natyra na vendos. Kjo është liria jon, jo liria për të shkelur ligjet e fizikës, por liria për të zgjedhur se si të jetojmë brenda tyre, se si të krijojmë kuptim në një univers që nuk na jep kuptim të gatshëm, por na jep mundësinë ta zbulojmë atë.
Çdo herë që zgjidhni të jeni të sjellshëm me dikë kur mund të ishit indiferent, çdo herë që zgjidhni të krijoni diçka të bukur kur mund të mos bënit asgjë, çdo herë që zgjidhni të kërkoni të vërtetën kur do të ishte më e lehtë të jetonit në iluzion, ju po ushtroni këtë liri. Ju po bëheni bashkëkrijues të kuptimit në një univers që pret të zbulohet. Dhe kjo na çon të një paradoks i mahnitshëm, ne jemi njëkohësisht të parëndësishëm dhe thelbësor. Të parëndësishëm sepse jemi kaq të vegjël, një planet i vogël rreth një ylli mesatar në një galaktik që përmban miliarda yje të tjerë, në një univers që përmban miliarda galaktika të tjera, të gjitha të qeverisura nga i njëjti kufi absolut i shpejtësisë. Nëse toka do të zhduket nesër, universi do të vazhdojë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Yjet do të vazhdojnë të shkëlqejnë, galaktikat do të vazhdojnë të rrotullohen, drita do të vazhdojë të udhëtojë me 300.000 kilometra në sekond me të njëjtën indiferencë të përsosur. Por njëkohësisht ne jemi thelbësor, sepse, sa e dim, ne jemi vendi i vetëm në univers ku universi ka bërë diçka të jashtëzakonshme, ka krijuar qenie që mund të kuptojnë kufirin e shpejtësisë, që mund të admirojnë bukurinë e ligjeve që qeverisin çdo gjë, që mund të pyesin pse dhe si dhe çfarë do të thotë. Ne jemi mënyra se si universi shikon veten e tij. Ne jemi mënyra se si kufiri bëhet i vetëdijshëm për ekzistencën e tij. Ne jemi mënyra se si kozmosi krijon kuptim nga struktura që e formojnë. A është kjo e vërtetë? A jemi vërtet të vetmit? Kjo është një pyetje që nuk mund ta përgjigjemi ende. Ndoshta ka miliarda botë të tjera atje jashtë ku jeta ka lullëzuar, ku vetëdia ka lindur, ku qenie të tjera po shikojnë lart në yjet e tyre dhe po pyesin të njëjtat pyetje që po pyesim ne, duke çuditur për kufirin e shpejtësisë, duke kërkuar të kuptojnë pse universi është i ndërtuar në këtë mënyrë. Ndoshta universi është plot me jetë, plot me mendime, plot me pyetje. Ose ndoshta ne jemi të vetmit, një aksident kozmik kaq i rrallë sa është pothuajse i pamundur, një moment i vetëm i vetdijes në një univers që përndryshe është i verbër për bukurinë e vet, për elegancën e ligjeve të tij, për mrekullitë që fshihen në çdo foton që udhëton përmes hapësirës. Ne nuk e dim. Dhe ndoshta kjo mosnjohje është një dhuratë, sepse na mban të përulur, na mban kurioz, na mban të hapur ndaj mrekullisë. Çdo herë që shikoni në qiellin e natës dhe shihni yjet, secili duke dërguar dritë që ka udhëtuar me shpejtësinë absolute, secili duke mbajtur mesazhe nga e kaluara, dhe ndjeni atë ndjenjë të vogëlsisë dhe madhështisë njëkohësisht, ju po prekni këtë paradoks. Ju po ndjeni peshën e ekzistencës, faktin se jeni këtu, tani, të gjallë, të vetëdijshëm, në një univers që nuk kishte asnjë detyrim t'ju krijojë, por që megjithatë ju krijoi, duke ju dhënë aftësinë për të çuditur, për të pyetur, për të kërkuar. Por pse ekziston diçka në vend të asgjëje? Pse ka një univers fare? Pse ka ligje fizike që qeverisin shpejtësinë? Pse ka një kufi absolut? Pse ka hapësirë dhe kohë ku këto struktura mund të ekzistojnë? Kjo është pyetja që filozofët e kanë quajtur pyetja themelore e metafizikës, dhe është një pyetje që shkenca nuk mund ta përgjigjet, të paktën jo ende, ndoshta kurrë. Sepse çdo përgjigje shkencore presupozon ekzistencën e diçkaje, ligje, parime, struktura. Por pse ekzistojnë ato ligje? Pse ato parime? Pse ajo strukturë? Pse 300.000 kilometra në sekond dhe jo një shpejtësi tjetër? Pse ka një kufi fare? Në një far pike, ne arrim në një kufi ku pyetjet tona nuk mund të shkojnë më tej, ku duhet të pranojmë se ka një mister në zemër të ekzistencës që ndoshta nuk mund të zgjidhet kurrë plotësisht. Por a është kjo një dështim? A duhet të na bëjë të dëshpëruar fakti se ka pyetje që nuk mund t'i përgjigjemi? Unë mendoj se jo. Unë mendoj se ky mister është një dhuratë. Sepse nëse do të kishim të gjitha përgjigjet, nëse do të kuptonim çdo gjë, nëse nuk do të kishte më asgjë për të zbuluar, çfarë do të mbetej? Çfarë do të na motivonte të zgjohemi në mëngjes, të shikojmë lart në yje, të pyesim pse dhe si? Misteri nuk është një pengesë për kuptimin, është burimi i tij. Është ajo që na mban gjallë, kurioz, të hapur ndaj mrekullisë. Çdo herë që një fëmijë pyet pse drita është më e shpejtë dhe ju përpiqeni ta shpjegoni për shpejtësinë e dritës, por pastaj fëmia pyet por pse ajo shpejtësi dhe ju shpjegoni për strukturën e hapësirës kohë, por pastaj fëmia pyet por pse hapësira koha është e ndërtuar në atë mënyrë? Në atë zinxhir të pafund të pseve, ju po shihni natyrën e kërkimit njerëzor. Ne nuk pyesim sepse presim të arrijmë në një përgjigje finale. Ne pyesim sepse pyetja vet na bën njerëzor.
Kthehemi për herë të fundit te kufiri ynë imagjinar, te ajo shpejtësi absolute në 300.000 kilometra në sekondë. Një numër i thjeshtë, por që fshe një univers të tërë të kuptimin. Një numër që na lidh me dritën, me kohën, me masën, me energjinë, me vetë strukturën e realitetit. Një numër që na kujton se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe, një kozmosi që pulson me ritme të përcaktuara, një univers që flet me veten e tij në gjuhën e ligjeve, një ekzistencë që është njëkohësisht e thjeshtë dhe pafundësisht komplekse. Por ndoshta mësimi më i rëndësishëm nuk është në numër vetë, por në udhëtimin që bëm për ta kuptuar atë. Sepse në atë udhëtim, ne zbuluam se çdo përgjigje hap dyert e pyetjeve të reja, se çdo zbuleshje na çon më thellë në mister, se çdo moment i kuptimit është njëkohësisht një fund dhe një fillim. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në fund të këtij udhëtimi intelektual, ne e dimë se udhëtimi i vërtet nuk ka përfunduar kurrë. Sepse çdo ditë që zgjohen dhe shikoni dritën e diellit duke hyrë përmes dritares, dritë që ka udhëtuar 8 minuta e 20 sekonda me shpejtësinë absolute. Çdo frymëmarrje që merrni dhe e dini se atomet që hyjnë në mushkëritë tuaja kanë qenë pjesë e yjeve, çdo hap që hidhni dhe e ndjeni tokën nën këmbët tuaja, të gjitha janë pjesë e një eksperimenti të madh kozmik, një eksperimenti ku universi po eksploron mundësitë e veta përmes jush. Ju nuk jeni thjesht një vëzhgues i këtij universi, ju jeni një pjesëmarrës aktiv në krijimin e tij. Çdo mendim që mendoni, çdo ndjenjë që ndjeni, çdo zgjedhje që bëni kontribuon në atë që universi po bëhet. Dhe kjo është përgjegjësia dhe privilegji ynë, të jetojmë me vetdije, me kujdes, me dashuri, duke ditur se jemi pjesë e diçkaje që është shumë më e madhe se ne, por që njëkohësisht nuk do të ishte e plot pa ne. A do të thotë kjo se jeta ka një kuptim të paracaktuar, një qëllim që na është dhënë nga jashtë? Ndoshta jo. Ndoshta kuptimi nuk është diçka që zbulohet, por diçka që krijohet. Ndoshta çdo njeri prej nesh është një artist, duke pikturuar në pëlhurën e ekzistencës, duke krijuar kuptim me çdo zgjedhje, me çdo veprim, me çdo moment të pranisë së vetëdijshme. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë pyetja nuk është cili është kuptimi i jetës, por çfarë kuptimi do të krijoj unë? Çfarë gjurmë do të lë në strukturën e këtij universi? Çfarë bukurie do të kontribuoj në simfoninë kozmike? Çfarë dashurie do të shtoj në shumën totale të dashurisë që ka ekzistuar ndonjëherë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të gatshme, që nuk mund të zgjidhen me një ekuacion, që kërkojnë nga secili prej nesh të jetojë përgjigjen e tij. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që na bën njerëzor, aftësia për të jetuar me pyetje të hapura, për të përqafuar misterin, për të krijuar kuptim në një univers që nuk na detyron ta bëjmë këtë, por që na jep mundësinë ta bëjmë. Çdo herë që ndaleni për të admiruar një perëndim dielli dhe e ndjeni atë peshë të çuditshme në gjoks, një përzierje gëzimi dhe melankolie, një ndjenjë se jeni pjesë e diçkaje të përjetshme dhe njëkohësisht kaq të përkohshme, ju po ushtroni këtë aftësi. Ju po thoni po ndaj ekzistencës, po ndaj misterit, po ndaj mundësisë që jeta, pavarësisht se sa e shkurtër dhe e brish, ka vlerë, ka bukuri, ka kuptim. Dhe kështu, në fund të këtij udhëtimi, ne kthehemi te fillimi, por me sy të ndryshëm. Shpejtësia nuk është më thjesht një masë që lëviz përmes hapësirës. Është një dritare në strukturën e realitetit, një zbulim për natyrën e kohës dhe hapësirës, një kufi që mbron kauzalitetin dhe e bën universin të kuptueshëm. 300.000 kilometra në sekond nuk është më thjesht një numër që frikson apo ma gjeps. Është një simbol i rendit që ekziston në zemër të kaosit, i bukurisë që fshihet në ligjet e fizikës, i lidhjes që ekziston midis çdo gjëje dhe çdo gjëje tjetër, nga fotoni më i vogël deri te galaktika më e largët. Dhe ne, krijesat e vogla në sipërfaqen e një planeti të vogël, nuk jemi më thjesht vëzhgues pasiv. Ne jemi pjesëmarrës aktiv, bashkëkrijues të kuptimit, ku universi bëhet i vetëdijshëm për bukurinë dhe misterin e vet. Ndoshta kjo është e vërteta më e thellë që mund të mësojmë nga kjo histori e thjeshtë për kufirin e shpejtësisë. Se çdo gjë është e lidhur, se çdo moment ka rëndësi, se ne jemi njëkohësisht të parëndësishëm dhe thelbësor, të përkohshëm dhe të përjetshëm, të vegjël dhe të pafund. Dhe në këtë paradoks qëndron bukuria e ekzistencës, fakti se ne mund të jemi të gjitha këto gjëra njëkohësisht, se ne mund të mbajmë në vete tërë universin ndërsa jemi vetëm një pikë e vogël në të. Kështu që herën tjetër kur ndizni një llambë dhe shikoni dritën duke mbushur dhomën menjëherë, kujtoni, ju nuk po shikoni thjesht dritë. Ju po shikoni kufirin e realitetit në veprim. Ju po shikoni shpejtësinë në të cilën universi vet pulson, ritmin në të cilin ekzistenca vet vibroj.
Ju po shikoni jo vetëm një fenomen fizik, por një dritare në strukturën e thellë të asaj që është e mundur, një zbulim për natyrën e kohës, hapësirës, kauzalitetit, për vetë pëllurën e ekzistencës. 300.000 kilometra në sekondë. Një kufi i pathyeshëm. Por gjithashtu një dritare në diçka më të thellë, në faktin se universi ka një strukturë, një rend, një logjik që e bën atë të kuptueshëm. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, në sipërfaqen e një planeti të vogël, duke shikuar lart në yjet që shkëlqejnë me dritë që ka udhëtuar me shpejtësinë absolute, ne e dimë se çdo kufi që përjetojmë në jetën reale, çdo moment kur ndjehemi të kufizuar, çdo moment kur duket se nuk mund të shkojmë më tej, është gjithashtu pjesë e kësaj strukture. Sepse ashtu si shpejtësia e dritës mbron kauzalitetin dhe e bën universin të kuptueshëm, ashtu edhe kufit që përjetojmë në jetë na japin strukturë, na japin kuptim, na japin mundësinë për të zgjedhur, për të krijuar, për të jetuar. Sepse në fund, kufiri nuk është diçka që na ndodh, është diçka që na formon, që na bën atë që jemi, që na jep mundësinë për të qenë të vetëdijshëm, të gjallë, pjesë e një universi që është infinitisht më i madh se ne, por që gjithashtu flet përmes nesh, në çdo mendim, në çdo zgjedhje, në çdo moment të ekzistencës. Dhe në këtë njohje, në këtë kuptim, në këtë përqafim të misterit, ne gjejmë jo përgjigje finale, por diçka shumë më të vlefshme, guximin për të vazhduar të pyesim, dashurinë për të vazhduar të kërkojmë, mrekullimin për të vazhduar të habitemi. Sepse në fund, ndoshta kjo është ajo që do të thotë të jesh njerëzor, të jetosh me pyetje të hapura, të krijosh kuptim brenda kufive, të kërcesh me misterin, të admirosh bukurinë e strukturave që e bëjnë universin të kuptueshëm. Dhe kështu, udhëtimi vazhdon. Jo drejt një kufiri që nuk mund të arrihet, por përmes peizazhit të pafund të ekzistencës, ku çdo hap na çon më thellë në mister, çdo zbuleshje hap dyert e mrekullive të reja, çdo moment na kujton se ne jemi, të gjithë ne, së bashku. Mënyra se si universi po mëson të dashurohet me veten e tij, të kuptoj bukurinë e vet, të krijoj kuptim nga kufit që e formojnë.